jemi njoftu, apo të interesant sigurisht, po, me agimin jemi njoftu në kom qenë studente dhe kom banu në konvikt. Numër sa konviktin? Numri ka qenë, numri i dhomës time ka qenë numër 12, merët e me manë. Edhe unë kom me datën 12, edhe thashti, na rasisht, unë kom dalë me shku të motra, kom pasë brek djelit, edhe atërë u bëshin do kapele, o konë atërë shumë i njoftën i Bosnës, në farë këngëtari, ka thënë Belo Dugme, ka thënë Pulla e Bardhë, edhe ka pas ato hitet të vetë, të më thënë ka qenë për qatë periud shumë hit, por aja edhe bante një kapuq të lesht, kështu dhe një kokë që rutulloj kështu, edhe një shalë mos me trajt një 3 metra i gjatë. Edhe na të gjithë se imitojnim, dhe më thonë atë generatë, edhe unë e kom pas atë kapuq në kry, edhe atë shalin, edhe tu këthy prej motrës me një shoqe, pëshën një djali i ri, para konviktit numër 2, e kish parku makinën, ka qenë ajo një makinë e thishin fiqa, konë shumë e vogël, Fiatit. Edhe unë përsha djallën edhe ishte i veshën shumë bukur. Sa atëre mushe mi dalu njerëzit që veshëshin, si vajzat, si djemë, zakonisht ata që vishin prej jashtit, dhe më thonë prej atërish Jugoslavis, ata kishin atë modën ma ndrysh, na i kishin ma... Stil që binte në sy. Edhe unë kërë kom patu të veshën mirë, kom menu që është sërbë, sepse atërë ata vishëshin ma mirë se na. Edhe unë e thashtë ti kërë jo kom afru, për thëmë shoqës teme, qybre thashtë ku e pas ka gjithë, kjo thashtë para konviktit femnave, kishë ju ka shpu guma, kishë pëndranë. Ajo po thë libre, Ola, tha më së ngutë, Allah ila se po të jo, po thashtë se së shtë jone, thashtë s'ka që me metë në qafë, une. Edhe unë e gjuhën sërbokrati, për thëmë qyshe ke... Qysh për... Në zënë rrugën? Jo, për ku të qpu bashkë të guma, o, tha që e kreva, tha, hajte provaj, tha, jo, thash nuk hi, në thash të më del gërba me hi në karoz dvogël. Edhe unë e tash të po nisë me shku në konvekt, edhe tash rasisht, edhe na në tonë kohë, po folim sërbisht, unë të mendu që aj, si mas gardarobe zë veshët që ka, është... Edhe tash të në tur hi të konvikti, antër po dalën shoqët e mija, nuk ishte rrymë. Edhe ato po thojnë, Ola, blena, jogurt, naj, aj, mere me menë ka për cjellë. Kun ka një që po foli shqip, atërë, a shqiptare e, unë e the, a ti shqiptara, edhe unë e ikë prej ti, edhe hime një dyqan, a i vjen mas mej, edhe ashtu fillum me bisedu, edhe tash me një moment, a i po më thot, në atërë nuk ishim telefona mobilas, edhe ishte shumë vështirë, mja të regu numrin në dhomës, ishte shumë keq, ishte shumë mare. Edhe e po ma po në më tha, të regu ma numrin në dhomës. Ta shti qa që ishte kam gullës, sa që une me një moment, sa që të përdisha që shë mund dzirë për asaj situatës, edhe për thëmë, sa shë atin qka. Si është numri jëtë me fatë? E po, kur ta qkru në zoti, këtë të bënd rafsht.